Planet e mia janë punë, sa muj. Edhe mas këtij projektit tim të videoklipit tim të ri, tash jam duke punuar për medialin. Du me thonë medialin se çdo këngëtar tash. Po unë kam mujtë edhe djalin tim edhe vjetë e parë vjetë me qitë në skem, po s'kom pas dëshirë, se mënyra profesionaliste edhe karakteri im personal ndaj muzikës që kam, nuk më ka leju me qitë minë time ashtu, hajë se unë jam këngëtar ose rrjedhe për familjes këngëtarëve, muzicianësh, mi afru dhe thmirë tim, ose kom thanë, ose ki me dalë që ishtë dohet, ose haro. Që kishë premtimi im, videoklipi, projekti im me radhë është puna djalit, një këngë. Jam duke punuar një album dhe jam duke punuar njët për shoshën tim e Verën, një këngë, e cila dhe ajo du del shumë shpejt. Edhe dhash zoti shnet tjera sene. Ne unë turojmë që ti realizosh të gjitha planet e tua që ke dhe të arrish sukseset të shumta, ndërsa është një lutje për ty nëse është mundur të interpretosh diçka live në këtë çast për gjithë shikuesit e televizionit Ziko, na këndosh një strofë një këngës që ti dëshiron të na këndosh dhe ne me shumë kënaqësi do përshëndesemi dhe faleminderit për kohën që keni ndarë dhe keni gjetë me ne. Shpresojmë që takohemi në plane të tjera dhe të ardhshme dhe shpresojmë që të jenë sa më të frikshme. Patjetër do ta këndoj një këngë. Edhe kam dëshirë të përshëndes të gjithë shikuesit e televizionit Ziko, në dëgjues, edhe më vjen shumë mirë se televizioni Ziko çdo ditë veç ka bërë një televizion shumë profesional. I dëshiroj edhe në vetë suksese. Do ta këndoj pra një këngë, mos të zgati mua shumë. Faleminderit. Sa pa fat kisha qenë, gotat një mbas një shoqrojnë. Sa pa fat kisha qenë, gotat një mbas një shoqrojnë. Mbyll në zemër do ta mbaj, as kërkujt mos ti tregoj. Mbyll në zemër do ta mbaj, as kërkujt mos ti tregoj. Po s'kam forcë, s'u nduroj, gjithë kujt tash do t'i tregoj. Dhimbjet vetës t'ja lesoj. Po s'kam forcë, s'u nduroj, gjithë kujt tash do t'i tregoj. Dhimbjet vetës t'ja letsoj. Faleminderit. Komplimentet shumëta, nuk kam koment. Për të thënë, faleminderit edhe një herë për kohën dhe për këngën që na këndove dhe shpresojmë që takohemi sërish. Faleminderit, patjetër. Atëherë, mirë të nderuar televizionit Ziko dhe të emisionit Zhurma, shpresoj që ju ka pëlqyer ajo çfarë kemi përgatitur për ju dhe jeni nda të kënaqur. Me ne gjatë këtyre minutave ishte Sunaj Saraçi, i cili dha intervistë për televizionin Ziko dhe emisionin Zhurma. Atëherë, nga unë Granit Miftari, ju përshëndes të gjithëve juve që jeni pranë ekranit tuaj televiziv dhe njëkohësisht shfrytëzoj rastin ta përshëndes edhe redaktorën e muzikës Edona Emini, si dhe kameramanin ton Gzimin, për kohën që na mundsoi realizimin e këtij videoklipit. Njëkohësisht një falënderim tjetër edhe për Kafeterinë Centrum,